është e vërtetë në njerëz që secili prej nesh ka nga një plak në zemrën e tij. Ti u zgjove në mëngjes, falendero Zotin dhe mundohu shkep pozitivitet, shkep buzëqeshje, sepse ka dhe shumë të tjerë të cilët kanë mërzi dhe kanë plak në zemrën e tyre. Por nëse ti shkep pozitivitet, buzëqeshje dhe të bëhesh fjalë mirë, dije që edhe të tjerë janë lehtëson ditën. Kjo ditë e sotme kalon shumë shpejt. Muaj kalon shumë shpejt, por edhe vitet kalojnë shumë shpejt. Dhe çdo vit që kalon, në mëson se sa shpejt kalon jeta o njerëz. Kështu që pozitiviteti dhe fjala e mirë të mbetet si një libër i mirë për ty, për familjen tënde, për rrethin tënd. Kështu që kujdes gjuhën, sepse vdekja për Zotin e Madh është shumë sen i shpejt. Dhe asgjë nuk është për gjithmonë. Edhe të parë tonë ishin këtu ku sot jemi ne. Edhe që kanë kalu shumë vite që i kanë mbulu dheu, prap duket sikur të ishin gjallë. Për shkak që kanë lanë gjurmët e mira, kanë lanë librat e mirë. Por ka dhe të tjerë për fat keq që kanë lanë gjurmët e këqija. Do Zoti i falë të gjithë. Sot u zgjove për të nesërmen nuk ka garanti. Mos lëndoni, mos lëni gjurmët e këqija mbas vdekjes së ju. Me respekte nga Faruk Fejani, pa dallim ngjyrë dhe fe, o ju njerëz të mirë.